Të nderuar anëtar. Mungesa e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit në seancë dëgjimore të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore shkaktoi debate të forta, të cilat çuan në shtyrjen e mbledhjes, që para anëtarëve të komisionit të jetë kryepolici Skënder Hita. Në gjykimin tim nuk është e pranueshme as pak. Drejtori i përgjithshëm i policisë të sqarohet që ka detyrimin të vijë këtu jo vetëm thjesht në parlamentin, por edhe për shkak të rëndësisë. Demokratët e konsideruan të papranueshëm mungesën e Hitës, duke argumentuar se kjo nuk është hera e parë që ai nuk i përgjigjet një thirrjeje të kuvendit. Është çështje respekti për parlamentin, çështje përgjegjshmërie dhe rëndësie. Edhe Damian Gjiknuri e cilësoi të pajustifikuar mungesën e drejtuesit të policisë, ndonse argumentoi se nëndrejtori Sokol Bizhga kishte përvojën e nevojshme për të dhënë shpjegime para komisionit. Dhe ku ka më mirë se sa një profesionist dhe një njeri që është numri 2 i atij institucioni që njeh thelbin e problemit, të mund na japë mendime se çka mund përmirësojmë. Albana Vokshi, ndërsa riktheu në vëmendje përplasjet e shënuara në Vorë gjatë ditës së zgjedhjeve, mes akuzave për policin, u përfshin në replika të forta me socialistin Gjiknuri. Nuk e caktojnë ato. Sta ndërtoj dhe jetën tënde. Sta bëjt me ngjyra jetë. Unë them. Si ti mos u merr me jetën time personale private sepse je mësuar që ta sfumosh rëndësinë e çështjes me këto batuta të kote. Vetë Sokol Bizhga shpjegoi arsyet e mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë. Ishte drejtor në një qark në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Pavarësisht këtij shpjegimi, demokratët kërkuan shtyrjen e mbledhjes dhe që në seancën e radhës të jetë i pranishëm drejtori i përgjithshëm, nëndrejtori, si dhe drejtues të tjerë të lartë angazhuar në procesin zgjedhor. Mbledhja u shty me konsensusin e të dyja palëve, pa u përcaktuar ende një datë e re. Dgjoj, historinë nuk mund ta kthejmë. I Zoti që mëson edhe nga gabimet e tjetrit.